Çfarë po ndodh? BE thirrje familjeve europiane të mbajnë rezerva ushqimore për 72 orë. Komisioni publikoi një plan me 30 etapa për të përballur me kërcënimet e shtuara përfshirë agresionit rus. Bashkimi Evropian ka propozuar që familjet të krijojnë rezerva të domosdoshme për të mbijetuar të paktën 72 orë në rast krize, pasi lufta e Rusisë në Ukrainë dhe peizazhi gjeopolitik gjithnjë më i pasigurt e kanë shtyrë bllokun të ndërmarrë hapa të rinj për të rritur sigurinë e tij. Konflikti i vazhdueshëm në Ukrainë, pandemia e COVID-19 që nxori në pak mungesën e aftësisë për t'u përgjigjur krizave dhe qëndrimi armiqësor i administratës Trump ndaj Europës e kanë detyruar kontinentin të rishqyrtojë dobësitë e tij dhe të rrisë shpenzimet për mbrojtjen dhe sigurinë. Nisma e re vjen në një kohë kur agjencitë europiane të inteligjencës paralajmërojnë se Rusia mund të sulmojë një shtet antar të BE-s brenda 3 deri në 5 vjetët e ardhshme. Këtyre rreziqeve u shtojnë edhe kërcënime natyrore si përmbytjet dhe zjarret të përkeqësuara nga ndryshimet klimatike si dhe rreziqe shoqërore si krizat financiare. Europa po përballet me kërcënime të shtuara, përfshirë mundësinë e një agresioni të armatosur kundër shteteve anëtare, paralajmëroi të mërkurën Komisioni Evropian teksa publikoi një plan me 30 etapa për 27 kryeqytetet e BE-s për të rritur gatishmërinë dhe masat e zbutjes së krizave. Realitetet e reja kërkojnë një nivel të ri gatishmërie në Europë, tha presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Qytetarët tanë, shtetet tona anëtare dhe bizneset tona kanë nevojë për mjetet e duhura për të vepruar, si për të parandaluar krizat, ashtu edhe për të reaguar me shpejtësi kur ndodh një fatkeqësi. Nisma e Brukselit, e cila përfshin si hapa konkret që duhen ndërmarrë nga ekzekutivi i BE-s, ashtu edhe sugjerime jo legjislative për kryeqytetet kombëtare, është frymëzuar nga politikat e vjetra të reagimit ndaj krizave në vende si Finlanda, Suedia dhe Belgjika. Ajo është pjesërisht e krijuar si një thirrje zgjimi për disa kryeqytete që nuk kanë aftësi të mjaftueshme për t'u përgjigjur krizave. Përveç inkurajimit të publikuar për të ndërmarrë masa praktike si ruajtja e rezervave të domosdoshme për të paktën 72 orë në raste emergjencash, Komisioni propozon krijimin e një qendre krize të BE-s për të bashkërenduar reagimet ndërkufitare. Gjithashtu kërkohet një ruajtje më e madhe pajisjeve dhe materialeve kritike dhe masa për të siguruar vazhdimësinë e shërbimeve si kujdesi shëndetësor, furnizimi me ujë dhe telekomunikacioni në rast konflikti ose fatkeqësie. Kjo nismë vjen pas paralajmërimeve të Sauli Niinisto, ish presidenti i Finlandës, në një raport të porositur nga BE-ja dhe publikuar në tetor, ku theksoi se Europa e kishte marrë sigurinë e saj si të mirëqenë që nga fundi i luftës së ftohtë dhe tani ishte e cënueshme. Po përballemi me një numër gjithnjë më të madh sfidash të sigurisë së jashtme dhe një rritje të sulmeve hibride, tha Kaja Kallas, nënkryetaria e Komisionit për Politikën e Jashtme dhe të Sigurisë. Është e qartë se Europa duhet të jetë më e fortë në të gjitha frontet dhe në çdo nivel të shoqërisë. Gjithmonë është më mirë të parandalosh krizat sesa të përballesh me pasojat e tyre.